Jam konë jashtë 2014 që atë sezon që dulem edhe jam këthy vullnetar. Unë 15 vjet privat e kom qelë temin edhe ja di vlerën tash. Për kulet razia është numër 1. Unë e shoqja s'është, unë e punoj shoqja s'ja dërzoj. Gruaja mirë do bësh shtëpi. Gruaja keqe të pik me temel. Gruas mirë duhet m'ja ditë hakun. Mirëmbajmë shtëpia kësi, kopshtar. Kopshtar, ja? Po. Që sa vite e bën këtë punë? Që 5 vite. Që 5 vite. Po. A është biznesi juaj kjo? Biznesi jam, po. Në familje punoni? Po. Kush punoni këtë biznes? Shoqja, djemt, kam edhe kolegë që bashkëpunojmë bashkë. Po, familje. Shumë mirë. A janë tornat e mira në këtë biznes? Elhamdulillah. Nuk u dzojmë anku. Çka them për Allahit mirë se vjen. A janë vlen me po që të punë kopshtar? Normal që ja vlen. Normal që ja vlen, është se ka thonë, kanë gjitur në për media kësi sene, pse më shku në për shtetet jashtme kur mundesh në vend tonin me punu, ka tarna dhe knena. Na pedim se s'jon rrugës kur jashtë. Po elhamdulillah sa prej dore mundem ja dalë edhe këtu. A ka po që kjo mos më shku jashtë ti munoj? Po, jam konë jashtë. Jam konë jashtë 2014 që atë sezon që dulem edhe jam këthy vullnetar. Jam këthy vullnetar. E pashës që atë dinare më me nëzera dhe knena. Veni jem është veni jem, edhe elhamdulillah për Allahit, tanat mija të Zotit. A u këthejt me familje? Me familje komplet. Sot, a i kemi rapu shponë që një këtë? Jo, piken. Absolutikisht. Pse kom biznisin, fëmin ka dashti modhi zlëtë si rrushi, qa po do tjetër. Tanat mija të Allahit. E mira që pja e dike atinal, kreqa i Po, ati kofshin falë, e kom punu në 15 vjet privat, e kom qelë temin edhe ja di vlerën tash. A e maltretun, a e në privat që ka përnu 15 vjetë? A ka i në hak dikush? Tash, s'po foli, jo ndo sera din, normal, s'o konë pagesa dhe me thonë një qërë duhet me konë, po mirë tash elhamdulillah sa prej dore, i valla, nuk lypim ma shumë qëka t'jen prej modhit zot, le t'jen. A i shep në hak që ti kanal porët? Ja, nuk du mi në gjyna, gjithë shka kun për pagesa kun gjithë shka në regu. Po, lumë rrugat e mdoja si në kona atër, po, për që tash elhamdulillah. A të e kanë kuletën shpi kush e manë, se a pas këtë bashkërën që përne? Ngam, për kulet, razia është numër 1. Unë e shoqja s'është, unë e punoj shoqja s'ja dërzoj. A, shoqja s'ja dërzoj? Po, se është marrë i sesione, ajo që e unë shpinë, pse jo, ku ta qëti modhi zotë dhe grunë e mija, elhamdulillah për Allahit. Që kratë ma mirë dine menagju se burat, pore? Ma merë menja që po, se na për shambull shkojmë 50 centat dhe tim pinë kafe, jo kësi, jo dalim, jo kështu, shoqja të shpia, po nën, edhe ajo nuk më e falem drejt madhin zotë që i kap të në këtu. Po dhe pja dike, koj gjavlerën? Ngëm, gruaja mirë do bësh shtëpi. Gruaja keqe të pik me temel. Gruas mirë duhet m'ja ditë hakun. Unë ja di hakun. Bashkë punojmë, që shoqja të punoni që më pojtë të shpija, nuk i qënë diku tjetër, apo kupton? E din çka duhet ajo. Elhamdulillah. A më jo gjithë burat që ti si a di që shtu vlerën në grovër, ma mirë pja dike. Ngëm. Bashkë që me thonë, shoqja është partneri jetës. Me thonë, partneri jetës është shoqja. Prej Allahit një edhe për shoqja ki, komplet një shtëpi dhe me thonë me fëmije, me kësime të anat mija të Zotit. Në herë pa doshja e sjallë keq me bashkëfortë. Ngam, se thonë, gjdo shtëpi ka të lashe, nuk ka njëri pa të lashe. Gjdo shtëpi ka të lashe, është bavaki që është mos marrëveshje aty këtu, po nuk është për shembull nga që tu që për shembull për lamë, me në gjysore, burre grua pet nuk. Apo dhon kur? Jo, nuk është marri. Me që unë dorë në grua kësi sanë. është marri se edhe ato ka kriju i madhi Zotë. Nuk, që është do këtë ashtë njësë tipi vetit. Na me konë gjeni femërore. Ose një motër e jotë. Ose një motër, ose vajzë, ose pa marrë prasysh. Me i bo zilum. O shumë keqë. Gjdo sen du të më njësë për i vetit. Nëse nuk takon aty, s'kishe me ta bo një sen të keqe, mos ja bas atina. Pra ta bura që qojnë këtonë edhe qojnë dorë të kratë ty. Mendimi kjera bura ata. Nuk jem bura. Nuk jem bura, po gjithkush e ka të mendimin e vetë.
Apo kupton, unë kam këtë mendimin tem, nuk është më thashë çdo shtëpi ka telashe. Po nuk bën, nëse për shembull në motër ose në vajzë më apo dikush zullumin. Edhe çka reagon ai ose çush i doget atina. Bjen një pozitë keqe. Çashtu është edhe te bashkëshortja jote. Se pi Allahut, pi se e keni familje. Nuk ja vlen valla, nuk ja vlen. Do një mesazh për të gjithë burrat edhe gratë, mesazh ti si familjar edhe kujdesshëm për familje, çfarë kishte thënë gjithë? Bashkëshortën me kështu si sytë e ballit valla. Mja ditë lirë, shoqja se edhe shoqja duhet me ditë do sene se nuk unë për shembull gruaja gru, burri burr, apo kupton, jo do sene se tash mina çu vëlla pesh, apo të ka zënë drejt. Leri, po elhamdulillah na ka liria, po duhet me ditë do sene ku jem. Burri me kon burr, gruaja me kon gru, me kon njëjtë të barabart. Me niku shoqen, shoqja me niku burrin, dhe çdo sen me razi i mrrin tana. Çdo sen. Respekt, gjithashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kalosh mirë, faleminderit.